Të nderuar teleshikues, mirë se vini në emisionin Zona Zero që transmetohet çdo të hënë dhe çdo të ajte ora 20:30 këtu në Top News. Sonte do të flasim për dy tema. Tema e parë do jetë Kosova, disa ngjarje super ekskluzive, disa deklarata që në bërë atje rreth enigmave se është apo jo vra Afrim Bunjaku, polici i forcave policore të Kosovës në veriun e Kosovës, që ka shkaktuar reagime të shumanshme. Sot ka reaguar edhe ministri i Brendshëm dhe fajtorin thojza për gjitha këto e kam në studio, autorin dhe moderatorin e emisionit Kosova Today, Kron Sadiku. Kron, mirë se ke ardhur. Mirë se gjatëm, zotë Rezeka. Nderit shumë, ju zbashku me Jehonën e bani atë emision. Dhe në Skype e kam kolegun tim Florent Zeqaj. Florent, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, përshëndetje, kënaqësi. Përshëndetje, faleminderit. Dhe Selatin Ratkoceri, ish zyrtar i lëvizjes vetëvendosje. Selo, mirë mbrëma, faleminderit. Mirë mbrëma, përshëndetje për gjithë. Në pjesën e dytë, nderuar teleshikues, do ta kemi sekretarin e përgjithshëm të Partisë Demokratike të Shqipërisë, zotin Flamur Noka, bashku me kolegun tim Roland Qafokun, ku do flasim sigurisht për fushatën dhe për drejtijet e kontratës lobimit Partisë Demokratike përtej oqeanit. Por po e fillojmë me Kosovën. Tani Kron, gjithë skandali i këtyre ditëve është faktikisht emisioni juaj, intervista që keni zhvillu me një koleg gazetar serb, i cili në studio ka deklaruar se polici Afrim Bunjaku nuk është vrap. Çka ka ndodhur, për çka është fjala? Gjithmonë bëhet fjalë për rastin e Banjskës, një rast ky i cili me të vërtetë ka trondit opinionin publik në Kosovë në shtatorin e vitit 2023, ka ende shumë rrethana të pasbardhura në lidhje me rastin, por gjithmonë që nga fillimi, që nga dita e parë, megjithëse jetojmë në njëjtin vend, ky rast i ka pas dy narrativa të ndryshme. Dhe pastaj puna jonë si gazetar është që këto narrativa t'i përballim njëra me tjetrën. Edhe pikërisht në këtë moment kemi pas mundësinë që narrativën sërbe, apo më mirë themi narrativën e bashkëqytetarëve tonë të komunitetit, të nacionalitetit sërb të cilët jetojnë në Kosovë, ta dëgjojmë në studio. Ajo është një narrativ prej të cilës unë personalisht distancohem, po në aspektin profesional, kujt po i flasë për profesionalizëm, zotë Rezeka, ne e dim që do t'i marrim gjithmonë të dy perspektivat të ndryshme. Në këtë rast ne kemi hasur një problem shumë të madh në narrativën sërbe, ose ma mirë themi në perspektivën se si kolegu jonë sërb Branislav Krstić e shen ngjarjen. Sipas ti, kjo nuk ka të bëjë me atë që mendoj unë dhe distancohem komplet, por po e citoj, ai thotë se Afrim Bunjaku nuk është vrarë, por është rënë në mina, ndërsa ne e dim si opinion publik që sa i përket rastit të Banjskës, ne kemi më shumë legjenda dhe realisht Banjska më shumë tingëllon si një mitologji, sesa si një sakrifis dhe një betejë e vërtet e policisë të Kosovës, krejt kjo si pasojë mungesës së detajeve zyrtare të dala nga ai operacion. Megjithëse operacioni ka përfunduar, mendoj që ka shumë drejtije të cilat duhet më u shikur atij. Vetëm tani në rastin konkret, me qenë se po flasim për një koleg tonë, nuk ka lidhje gazetari është gazetar. Ai ndër tjera në intervistë thotë që sipas disa burimeve edhe brenda policisë, a jam korrekt? Po. Mirë. Por një gazetar, në qoftë e vend dyshim, një polic të vrarë në Banjska, si që është rasti me Afrim Bunjakun, minimalisht, ju si gazetar, a do duhet kërkonit burimet e ti për shembull, a ka e ndonjë raporte obdukcionit dhe a do duhet tani Ministria Punëve të Brendshme, Ministri Brendshëm, Sfeqla, sa reagon kundër gazetarve, pse nuk e ban publike raportin e obdukcionit, prej çkafit është vrarë Afrim Bunjaku? Në fakt neve na kishte interesuar mas pari si gazetar me kuptu se cilat janë ato burime
të cilat brenda policisë së Kosovës, të cilët japin informacione konfidenciale për një gazetar i cili në këtë rast na del të jetë i komunitetit serb. Do me thonë, fillimisht ne na intereson të dim se kush mund t'i marr ato informata që ne si gazetar të Kosovës nuk mund t'i marrim e që na dalin të jenë shumë të rëndësishme, sepse nëse dikush del dhe thotë që filan polici nuk është vrarë, ka rënë në mina dhe të dalë komplet kontra deklaratave të cilat janë dhënë, atëherë ne do ta shohim debatin edhe me një hap tjetër. Tash shtrohet pyetja, kush ja jep ato informacione të kualifikuara apo sekrete Branislav Krstićit dhe në emër të kujt ai deklaron në një studio televizive, në këtë rast në emisionin Kosova Today që realizohet në Klan Kosova prej meje dhe Jehona Bajramit, kush ja jep ato informacione atij? Kjo është çështja, sepse zotri Zeka do t'ua bëj një pyetje. Sa keni marrë informacione në lidhje me aksionin e Banjskës? Tani, po informacione sa kemi marrë, Shtrohet pyetja. po janë enigma, vetëm, po du me kyç Florentin. Florent, në rastin konkret, për cilën po bëjmë fjalë rreth vrasjes të Afrim Bunjakut, atë duket ty si gazetar se gjëja më e thjeshtë, demantimi ose vërtetimi i kësaj gjëje është pikërisht raporti i obduksionit, se ai o është vrarë me snajper, o është vrarë me automatik, ose në rast se ka rënë mina, është punë shumë e kollajshme për ta vërtetuar. Spari Milajem, për mu, polici i ranë në detyrë është hero i Kosovës edhe ka dhënë jetën për shtetin e Kosovës. Nuk është hero. Nuk është më rëndësi për mu ku ka thonë është qëndrimi tina. Unë si gazetar, sa kam informacione për flasë gjithmonë, për rastin e policit të rënë në kryet të tyres në përplasje me një grup të terrorist, mund të thamë kështu, agresor, i cili ka pas për qëllim dhe synim aneksimin e një pjesë të teritorit Kosovës, që është pjesa veriore e shtetit të Kosovës, do të thotë sa kam informacione, flitet që, domethënë, polici ndjerë është vra nga një minë e kontrolluar me telekomand, ashtu flitet qarqet e gazetarisë. Këtu të kjo dilema që e ka ngrit i kolegu gazetar i nacionalitetit serb, është qëndrimi tina, ku i ka marrë burimet, ku i ka marrë informacionet, i shdash prokuroria e shtetit në këtë rast me u marrë më të. Nuk është zërë sot nëse flasim për burim të informacionit me marrë, për shkak se na dim shumë mirë që mrena shtetit Kosovës ka polic zyrtar që janë të komunitetit sërbë dhe po besoj që ata nuk mund me da shtetin e Kosovës më shumë si shtetin e Serbisë, edhe këtu mund të ketë rrjedhje të informacioneve, flas në aspektin që sa kam informacion si gazetar. Do thotë për më mbyll këtë çështje, shteti mas këtij rasti i dash me pas një qëndrim të qartë, edhe të intervistohet kolegu i nacionalitetit serb gazetar, edhe një farë forme dilet me një verzion sakt, edhe pse unë as du me besu në verzionin e tina, për mu, polici ka ra në kryt të detyrës, është vra nga një grup terrorist i organizu mirë, i organizu nga shteti i Serbisë, që për plan ka pas do të thotë aneksimin e një pjesë të teritorit Kosovës, dhe falë gjakut këtij polici, sot në pjesën e teritorit Kosovës, në pjesën veriore, e kem një rrethon krejt tjetër, se po mos t'ishe vrasja atina, atëherë na nuk do të flisim për këtë situatë, po do të flisim për diçka tjetër, për shkak se ne e kemi pa që ai grup i organizuar për 200 është për fol që do të rritet në 400. Ka qenë i mirë organizuar, me armatim shumë sofistikuar edhe me plan shumë qartë. Aneksimin e teritorit të Kosovës. Dakord, vetëm edhe ju po thoni që në qarqet e gazetarëve